Ngërçi institucional në Kosovë ende nuk po zgjidhet. Kuvendi dështoi të zgjedhë kryetarin gjatë seancës së sotme. Kandidati i Partisë Demokratike Arsim Bajrami mori 44 vota pro dhe 61 kundër, teksa 11 prej deputetëve abstenuan. Menjëherë pas votimit, kryesuesja e seancës Flora Brovina ndërpreu seancën duke paralajmëruar vazhdimin e saj në një të ardhme, por nuk caktoi një datë. Pas kësaj, koalicioni pasgjedhor mes LDK-s, AK-s, Nismës dhe Vetëvendosjes doli në një deklaratë të përbashkët ku zotuan për krimin e institucioneve. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani tha pas seancës se bloku pret kryesuesen Brovina që të caktojë vijimin e seancës. Do të presim njëherë që kryesuesja ta kryej detyrën e vet, detyrë të cilën ja ka dhënë edhe gjykata kushtetuese. Pra mos të bllokoj, por të caktoj këtë seancë apo vazhdimin e seancës sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse nuk ka asnjë arsye që të vonohet. Ndërsa deputetja e PDK-s Edita Tahiri mbështeti kolegen e saj Brovina për vendimin e ndërprerjes së seancës. Kryesuesja e kuvendit edhe herën e kaluar edhe kësaj radhe ka respektuar rregullorën e punës së kuvendit dhe mendoj se seanca kishte një rrjedhë demokratike dhe normale, përfshirë edhe përfundimin. Deputetët u mblodhën në seancë pa ndonjë marrëveshje që do të nxirrte vendin nga ngërçi politik në të cilin ndodhet që nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 8 qershorit. Në fund të muajit gusht, gjykata kushtetuese shpalli të pavlefshëm vendimin për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut dhe i njohu Partisë Demokratike të drejtën që të propozoj kandidatin për kryetar si grupi më i madh parlamentar i dal nga zgjedhjet. Ndërkaq zyrtarët e bllokut politik i krijuar nga Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se i kanë 63 deputetë që mund të zgjedhin udhëheqjen e parlamentit dhe të formojnë më pas edhe qeverinë. Në vendimin e fundit, gjykata kushtetuese tha se u takon deputetëve që të gjejnë një zgjidhje, me që kushtetuta nuk parashikon që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Me që as dita e sotme nuk çojnë në një zgjidhje, paralajmërohet mundësia e ndërhyrjes së presidentes Yahyaga për të ndërmjetësuar ose e diplomatëve perëndimor.